Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun azza wa jall, salat e selamet e dërgojmë pejgamberit Muhammed alaihi salatu wa salam. Jemi tek hadithi 23 të haditheve të përzgjedhura nga Imam Nevaviut, të njohura si 40 hadithet e Imam Nevaviut. Transmetohet nga Ebu Malik el-Ash'ari, ku thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Imam Muslimi: "At-tahuru shatrul iman." Pastërtia është gjysma e imanit. Alhamdulillah, fjala alhamdulillah, falënderimi pra i takon Allahut. Kjo fjali e mbush thot peshorën në ditën e gjykimit. Dërsa subhanallah, i lavdëruari, i patmeta, qoftë Allahu, walhamdulillah, dhe falenderimi qofshin për Allahun, i mbushin hapësiren mes tokës dhe qiellit. Was salatu nur, namazi është dritë. Was sadaka, sadakaja është argument në ditën e gjykimit. Was sabru dhia, sabri, durimi, është reze, sikur se rezja e diellit. Wal Quran hujjatun laka aw alayk. Dhe Kurani është argument për ty në ditën e gjykimit, do të dëshmoj për ty ose kundër teje. Kullu nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Çdo njeri del në mëngjes, ecë dhe zhvillon punën e tij. Dhe thot dy lloj njerëzve janë në këtë rast. Ose njeri i cili e shet veten e tij dhe e liron, pra e shet veten tek Allahu, bën një farloj zavendësimi. Unë i mbështetem Allahut dhe Allahu më pas do të më shpërblej mua dhe do të më liroj nga zjarri i xhehenemit. Ose tjetri ka shku edhe e ka shkatru vetveten e tij. Dy persona kanë dalë në mëngjes, sikurse dy punëtorë që dalin pas angazhimeve të tyre të përditshme, dikush fiton, dikush humb. Vëllezër nderuam, këtë hadith e transmeton një sahabi, Ebu Malik el-Ash'ari quhet. Ky sahabi nuk ka qenë prej sahabive që kanë transmetuar shumë hadithe, domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Ebu Malik el-Ash'ari nuk është sahabi i sikur se Ebu Musa el-Ash'ari. Ebu Musa el-Ash'ari është një sahabi tjetër, është më i njohur se sa ky. Këta janë për një fisit të Jemenit, pra e kanë përardhën fisi është quajtur Ash'ari. Edhe këta domethënë i kanë taku pra atij fisit të dy sahabit. Ky sahabi ka vdek pra në vitin 18 Hijri, ka vdek në Sham, në Damask nga tuberkuloza. Në njëjtën ditë ka vdek edhe ky, edhe Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, edhe Muadh ibn Jabeli, edhe Shurahbil ibn Utba, pra kanë qenë 4 sahabit të cilët kanë vdek në njëjtën ditë nga sëmundja e përhapur në tokën e Shamit, në Damask, në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, ka qenë pra një epidemi. Epidemia e përhapur në Damask, ku kanë vdekur me mija sahabi dhe tabiin nga kjo sëmundje e rënë nga tuberkuloza. Ka qenë një sprovë. Dhe dini rastin kur Omeri radhiyallahu anhu ka qenë duke ardhur për në Sham. Dhe në rrugë e lajmërojnë që mos shko atje në Sham se është përhapur një sëmundje ngjitëse. Është përhapur pa tuberkuloza. Dhe atëherë është kthy. Njëri prej sahabive ka thënë:
o merr apo kthehesh në apo ik prej kaderit, prej caktimit të Allahut Azza wa Jall? Ka thënë, po ikim prej caktimit të Allahut në caktimin e Allahut. Pra dhe kjo është caktim, dhe kthimi jonë është caktimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe Omeri ka pyetur ata sahabit që kanë qenë, a mos ka dëgjuar dikush për juve ndonjë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë raste të epidemisë? Njëri prej sahabëve ka thënë, po, unë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse përhapet epidemia, tuberkuloza në ndonjë vend, ai i cili është aty mos të del nga ai vend. Dhe ai i cili është jashtë mos të futet në atë vend. Pra, sepse mos më shkatrua njëri, mos më sëmuar edhe njëri atë aty, edhe ata të cilët janë aty mos më dal jashtë, që mos më përhap sëmundjen, pasi është sëmundje ngjitëse. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë prej besimtarëve, sidomos pjesën e parë të hadithit e kanë dëgjuar, pra ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru shatrul iman, pra at-tahuru shatrul iman, që do të thot pastërtia është gjysma e imanit. Me fjalën pastërti në fenë islame nënkuptojmë pastërtinë përposa asaj pastërti shpirtërore, ne nënkuptojmë dhe pastërtinë trupore, pastërtinë fizike. Pastërtia fizike në islam është nga larja e duarve, nga tahareti, pra tahareti nga nevoja e vogël, nga nevoja e madhe, domethënë edhe nga nevoja e vogël pastrohet besimtari, edhe nga nevoja e madhe po ashtu, edhe abdesi hyn këtu, gusli hyn këtu, pra pas aktit, pra pas marrëdhënieve, pas ejakulimit, qoftë edhe gjatë natës, gjatë gjumit, ku njëri duhet të pastrohet të merr gusël, e gratë po ashtu pas ciklit, duhet të pastrohen e kështu të me radhë. Domethënë, pastërtia e rrobave, pastërtia e vendit ku qëndrojmë, pastërtia e vendfaljes e kështu të me radhë. Domethënë, gjitha këto gjëra kanë të bëjnë me rregullat fetare. Pra pastërtia është gjysma e imanit, kështu të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Disa prej dietarëve, edhe kur kanë komentuar, kanë thënë kjo ka dhe një kuptim tjetër, se Allahu Azza wa Jall iman e ka quajtur në Kur'an edhe namazin. Andaj disa prej dietarëve kanë thënë, këtu është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nënkupton edhe se pastërtia është gjysma e namazit. Pastërtia është gjysma e namazit, sepse prej kushteve të namazit është marrja e abdesit, pastrimi i trupit, tahareti e kështu me radhë. Edhe pas kësaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah temla'ul mizan. E fjala alhamdulillah, pra falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ku besimtari për çdo rast e falenderon Allahun subhanahu wa taala, qofshin ato raste që kanë të bëjnë me mirësitë e Allahut Azza wa Jall, qofshin ato raste që kanë të bëjnë me fatkeqësitë. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që njeriu të falenderojë Allahun Azza wa Jall edhe në fatkeqësi, duke thënë nga dallimi i falenderimit në mirësi. Në mirësi themi elhamdulillah, falenderimi takon Allahut, kurse në fatkeqësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë elhamdulillahi ala kulli hal, falenderimi takon Allahut Azza wa Jall në çdo gjendje. Pra ja shtojmë edhe këtë gjatë fatkeqësisë, falenderimi i takon Allahut Azza wa Jall në çdo gjendje. Pa edhe kur jemi mirë, shëndosh dhe rahat, pa edhe kur jemi në vështirësi, në probleme, në fatkeqësi, është i vetmi Allahu i cili falenderohet. Duke falenderuar Allahun Azza wa Jall nga edhe më e keqja e mundshme. Andaj e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që nuk na ka godit edhe me ndonjë keqje edhe më të madhe. Edhe kjo fjali, kur besimtari thotë elhamdulillah,
ja mbush peshorën në ditën e gjykimit. Fjalë e vogël ndoshta dhe e shkurt, për të thënë, por ndikon shumë tek Allahu subhanahu wa taala, ndikon shumë për të fituar shpërblime besimtarit tek Allahu azza wa jall. Shpërblimet janë aq të mëdha për një fjalë goje, saqë peshorën në ditën e gjykimit, ku do të peshohen edhe trupat e njerëzve, edhe trupat do të peshohen, dhe çdo që do të vendoset në peshora përpos veprave, fjalëve. Andaj, kjo fjali, elhamdulillah, do të peshoj aqrand në ditën e gjykimit. Pra, është një fjalë me peshë të madhe. Andaj, duhet besimtarit ta mësoj veten e vet, që në çdo rast ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala. Me mësu gojen dhe gjuhën që ta falenderoj Allahun azza wa jall, është duke vozit, është duke ecë, është duke vrapu, është duke punu. Në çdo rast me mësu veten që me thënë elhamdulillah. Elhamdulillah, kështu që të mbushim peshorët e të na bën dobi atë ditë kur më së shumti kemi nevojë për shpërblimin e Allahut azza wa jall. Dietarët edhe kanë debatu në çështjen se çka është më mirë, a të falenderohet Allahu subhanahu wa taala apo të madhrohet Allahu azza wa jall. Disa prej dietarëve e kanë pa që falenderimi është më me shpërblim më të madh se sa me thënë Allahu akbar, se sa më madhru Allahun subhanahu wa taala. Pa të dytë janë me shpërblime të mëdha, por dietarët domethënë janë futur në debate domethënë edhe çështjet e imta, a din, çështjet domethënë tepër të thella, sa atë të shikojmë tash se cila fjalë është më shpërblim prurëse tek Allahu subhanahu wa taala. Pra, elhamdulillah apo Allahu akbar, disa për atyme dietarëve kanë thënë që nuk ka sikurse elhamdulillah, nuk ka sikurse fjala, pra falenderimi i takon Allahut subhanahu wa taala. E normal që nëse e krahasojmë se me fjalën la ilaha illallah, cila është më madhore, më fitim prurse, më shpërblyese, ka thënë dietarët fjala la ilaha illallah është më shpërblyese, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sa më ka thënë, fjalia më e mirë që kam thënë unë dhe pejgamberët para meje është la ilaha illallah. Transmetohet nga Nuhi alayhi salam, i ka thënë, thuaj me la ilaha illallah, po të urdhëroj që thuash la ilaha illallah, sepse 7 qijet dhe 7 palë tokët nëse vendosen me një anë dhe në anën tjetër vendoset fjala la ilaha illallah, do të peshoj fjala la ilaha illallah. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith duke e shtu edhe që përpos elhamdulillah që të ashtoj që edhe fjala subhanallah o elhamdulillah, nëse e shtëm edhe këtë subhanallah o elhamdulillah, e mbush pra zbrastiren që është mes tokës edhe qiellit. Mbushet që kjo zbrasti, që kjo hapësirë mbushet me shpërblime. Fjala subhanallah, elhamdulillah. Nëse ashtojmë ka ardhur në hadithe subhanallah, elhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Edhe kjo, më thënë mbushin hapësirën mes tokës dhe qiellit. Pra në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në vazhdimsi ta falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe ta lavdërojmë Allahun azza wa jall, ku i patmeta dhe i lavdëruari
qoftë Allahu subhanahu wa taala pa duke thënë subhanallah. Në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam was salatu nur, namazi është dritë. Namazi është dritë për besimtarin. Dietarët kanë dhënë shumë kuptime në këtë fjalë duke u bazuar në disa hadithe dhe disa ajete të Allahut azza wa jall. Ku namazi është dritë, pra drita e imanit. Është dritë për besimtarin, pra është dritë e imanit për besimtarin. Pra nëse ka namaz, tregon që ky besimtar pas ka dritë në zemrën e tij, pas ka iman në zemrën e tij. Dritë, kanë thënë dietarët, dritë do të bëhet edhe vari, natën e varit do t'i bëhet dritë këtij njeriu. Shkaku namazit. Dritë, kanë thënë në ahiret do t'i bën namazit dritë për besimtarët. Ku ditën e gjykimit do të shpëtojnë me namaz, do të shohin se ka me ecë, mos me ranë në zjarrin e xhenemit, shkaku namazit do të ketë besimtarit dritë përpara dhe sheh rrugën për në xhenet. Dhe duke u argumentu pra me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush e ruan namazin, fjala e ruan namazin, pra ka ardhur që i ruan 5 kohët e namazit, pra i fal 5 kohët e namazit, do të jetë për të në ditën e gjykimit, pra do të jetë dritë, edhe argument, edhe shpëtim. Dhe kush nuk e ruan namazin, pra kush nuk i fal 5 kohët e namazit, ai nuk do të ketë as dritë, as shpëtim e as argument për ditën e gjykimit. Kanë thënë dietarët, namazi është dritë se ndriçohet edhe fytyra e besimtarit. Fytyrat e namazlive ndriçohen në dynja për dallim nga ata të cilët janë mëkatar dhe nuk falin namaz. Allahu na ndriçoj fytyrat tona në dynja dhe në ahiret ya Rabbi. Dhe na shpëtoft. Kalojm tek fjala tjetër e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pas namazit thotë was sadaqatu burhan. Sadakaja është argument dhe lloj simboli. Dietarët kur kanë shpjegu se sadaqatu burhan, do thotë është argument edhe lloj simboli. Sepse ata njerëz që kanë dhënë sadaka, kanë dhënë zakatin në dynja, se këtu fjala sadaka përfshin edhe zakatin. Ata që kanë dhënë sadaka, kanë dhënë zakat, ata do të kenë argument ditën e kiametit që o Zot, pra ja, sadakaja do të delë si argument që ky besimtar ka dhënë, ka ndihmu, ka dhënë zakatin, ka dhënë sadakan, sadakat fitrin, edhe çdo sadaka tjetër. Dhe po ashtu kanë thënë dietarët që këta njerëz do të kenë edhe një farë simboli. Do të jenë të simbolizuar besimtarët shkaku sadakat, shkaku zakatit. Dhe ky simbol do të jetë për ata argument, nëse e ka argument që ky ka dhënë sadaka, shkaku atij simboli që e ka, edhe ky njeri do të shpëton. Pra është lloj medalje. Sadakaja është lloj medalje për besimtarin, që nëse kush e posedon këtë medalje në ditën e gjykimit do të shpëtoj. Është fakt dhe argument para madhrisë së Allahut azza wa jall. Ja, pra, ky ka kryer obligimin e Allahut azza wa jall në dynja. Dhe kjo na tregon rëndësinë e dhënies së sadakas dhe rëndësinë e dhënies së zakatit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në vazhdim, edhe sabri, durimi, është rreze. Sikurse rrezet e diellit. Për namazin ka thënë është dritë. Për sabrin ka thënë është rreze e diellit. Sabri vëllezër nderuam, durimi bëhet në adhurimin e Allahut azza wa jall.
Durimi bëhet në faljen e 5 kohëve të namazit. Durimi bëhet në agjerimin e ditët e nxehta. Durimi bëhet në marrjen e abdesit në ditën e ftohta. Durimi bëhet edhe kryerjen e haxhit në vendet e nxehta. Pra, durim kërkon obligimi Allahut Azza wa Jall. Një besimtar i cili praktikon fenë Allahut, praktikon sunetin, duhet me duru. Një motër e cila e praktikon mbulesën e fesë islame, duhet me duru. Pastaj, përpos durimit në adhurim, e kemi durimin llojin tjetër, durimi durimi në mosafrimin tek mëkatet e Allahut Azza wa Jall. Të jemi larg harameve të Allahut subhanahu wa taala. Duhet të duroj besimtari, të duroj që mos me prish agjerimin, me duru mos e bë mëkat Allahut subhanahu wa taala, me duru mos me pi alkool, me duru mos me lut bigjoz, me duru mos me përdor fjalë të ndyta, me duru për me ndal veten kur është nervoz, mos me hidhru Allahun Azza wa Jall. Pra durime ka këtij lloji, besimtari do të duroj që mos më fut në mëkate. Me luftu me nefsin e tij, me egon e tij, u ballafaqu me egon. Edhe lloji i tretë i durimit është durimi në fatkeqësi, ku besimtari duhet të duroj gjatë fatkeqësisë. E që duhet me mësu veten për me duru, për me mësu, duhet me mësu veten për me duru, me kalit veten, pra me ushtru veten në durim, duke duru në gjërat e vogla, e pastaj dal nga dal, domethënë vjen edhe duron në gjërat e mëdha, në fatkeqësitë e mëdha. Edhe durimi ka të bëjë diçka me vështërsinë e shpirtit. Për arsye kemi 3 lloj besimtarve të durueshëm. Ai i cili duron, por shihet në fytyrën e tij se është duke duru me zor, po vrehet në fytyrë që po bën sabër. Ky është lloji i parë. Lloji i dytë, e që është më i madh se sa ky lloj, bën sabër, duron dhe nuk shihet në fytyrën e tij se është duke bërë sabër. Pa ky është një rang edhe më i madh. Dhe kemi durimtarin tjetër, i llojit tretë, ai i cili është mësu me bë durim, me duru, me bë sabër, dhe që edhe futet në vështërsitë edhe bën sabër dhe nuk dol me ndi për atë çështje. Është mësu në vështërsi. Është mësu në vështërsi dhe kalon në për vështërsitë dhe është sabërli i madh. Kjo është lloji i tretë i durimtarëve. Edhe këtu vëhet dallimi edhe urtësia pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku për namazin ka thënë namazi është dritë. E për sabrin, ka thënë për sabrin, sabri është rreze. Po dielli a bën dritë. Atë dielli bën dritë, se drita vjen për diellit. Apo por për namazin ka thënë namazi është nur. Po për dritë. E për durimin ka thënë është rreze e diellit. A keni pa rrezet e diellit edhe djegin pak lëkurën, shkakun nxehtit. Për arsye edhe durimi është kështu. Edhe djeg, brendësinë e njerit të djeg. Por është i dobishëm, shumë është i dobishëm kjo rreze e diellit. Për arsye pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shikoni dallimin dhe urtësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk janë fjalë veç ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por çdo fjalë që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë duhet të elaborohet, duhet të komentohet, duhet të shikohet edhe duke u bazuar në Kur'an edhe në hadithe, edhe në fjalët e sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për të kuptuar këto dallimet, se pse ka thonë për namazin kështu, kurse për sabrin e ka përdorur një term tjetër. Pa këto janë vëllezër të dashur, pra fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
ku besimtari ka nevojë në çdo moment për këto këshilla profetike. Në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk." Dhe Kur'ani është argument për ty. Argument për ty ose kundër teje. Pra Kur'ani është dëshmi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kur'ani do të dëshmoj në ditën e gjykimit. Do të dëshmoj sikurse namazi do të dëshmoj, agjerimi do të dëshmoj, edhe Kur'ani do të dëshmoj në ditën e gjykimit. Do të dëshmoj Kur'ani si argument për ty do të jetë nëse besimtari ka qenë praktikues i Kur'anit, ka punuar sipas Kur'anit, sipas udhëzimit të Allahut azza wa jall. Dhe ose argument kundër teje. Argument dhe fakt dhe dëshmitar kundër njëri që ti ke lexu, ti ke ditë urnët e Allahut azza wa jall, por nuk i ke praktiku, Allahu na ruajt, Allahu na përmirësoj gjendën tonë. Dhe çdo njeri ecë dhe del në mëngjes. Ka prej tyre të cilët, ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e shesin veten për hir të Allahut. Ka shit veten jo për dynja. Nuk ka shit veten për parë, sikurse njerëz që ka prej tyre shesin veten për parë, e shesin dinjitetin e tyre. Shiten për parë, shiten për interesa, shiten për karrierë, shiten për poste të ndryshme. E besimtari e shet vetëm tek Allahu azza wa jall. As kujt tjetër dhe pa asgjë tjetër nuk shitet. Sepse nuk e shet veten e vet, imanin nuk e shet besimtari. Në këtë rast pejgamberi sa më thonë thënë që pra besimtari e bën një farë kompenzimi me Allahun azza wa jall. O Zot, unë po të jap nefsin tëm, shpirtin tëm, trupin tëm për ty Allah, jam shërbimin tënd, jam në zbatimin e urdhnave tua. Pra sikurse me shit veten tek Allahu. Çka të më thosh ti, unë bëj. Edhe ky njeri e ka liru veten e tij nga zjarri i xhenemit, e ka shpëtuar veten e tij ky njeri. Kurse tjetri, i cili nuk ka vepruar kështu, pa e ka shit veten e tij për dynja. Dy njerëz dalin në mëngjes, njëri e shet veten për Allah, tjetri e shet veten për interesat e dynjas, e shet identitetin e tij, e shet derën e tij, edhe për çështjet e dynjas, edhe humb ahiretin, nuk e zbaton fenë Allahut azza wa jall, e kundërshton fenë Allahut subhanahu wa taala, dhe ky e shkatron veten edhe e humb xhenetin e Allahut azza wa jall. Në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a tregon pejgamberi sa që në ditën e gjykimit ka peshore. Në ditën e gjykimit ka peshore fizike, vëllezër të dashur, ku do të maten punët e njerëzve, që shtam do të maten edhe trupat e njerëzve, dhe fjalët e tyre, dhe besimi i tyre, imani i tyre, do të peshon, do të maten punët e mira dhe punët e këqija. Allahu na uzoft, Allahu na përmirësoft, Allahu na bëj për atyre besimtarët të cilët e falenderojnë dhe madhrojnë Allahun azza wa jall dhe e praktikojnë namazin, e praktikojnë fenë Allahut, japin sadaka, japin zekat dhe shpëtojnë veten e tyre dhe e shesin vetëm tek Allahu azza wa jall. Allah rujt, Allah shpëleft.